Aulona Musta ishte e ftuar në fan club, ku komentoi raportin mes Birkenës dhe Mateos. Tashmë, kjo marrëdhënie midis atyre të dyve po bëhet shumë e përhapur dhe të gjithë po japin mendime, pasi dëshirojnë shumë që t'i shohin ata si çift brenda asaj shtëpie. Sipas Aulonës, duke qartë azi që Mateo ka pëlqim ndaj Birkenës, ndërsa për këtë të fundit hodhi dyshimin se ajo ka një histori jashtë. Nga ana e Mateos po, mbase i është rëndezur një shkëndi që ka qenë e fikur brenda këtyre viteve. Birkena mund të ketë një histori jashtë që mund të ketë frikë dhe trembet, u shpreh Aulona. Ndër të tjera, ajo tha: "Unë personalisht mendoj se pavarësisht dëshirës së publikut, fakti që janë të bukur, unë mendoj që nga ana e Birkenës nuk ka interes dhe pëlqim. Nga ana e Mateos po. Po bëhet gati një muaj që janë gati në shtëpi dhe duket që Birkena është shumë e prerë. Pas asaj që pa, ajo duket sikur ka një lloj zhgënjimi që Mateo ka nxjerrë shumë detaje për historinë e tyre. Edhe vetë Birkenën e kemi parë që është liberale, si personazh ka ngritur shumë pikpyetje. Në fillim tha: "S'kam pasur asnjëherë të dashur", më pas tha: "Kam puthur më parë". Pse s'po e bën këtë? Mendoj se për faktin që është paragjykuar dhe donte t'i ndryshonte mendjen publiku shqiptar, duke e ditur që pika e dobët është nderi, që gatuan për vjerrën, nuk flirton. E hëngri publiku në Big Brother VIP është e pamundur të gënjesh për shumë gjatë. Pavarësisht se ka gjëra pozitive, këtë kartë që u fut në fillim s'duhet ta kishte luajtur. Edhe shumë të tjerë mendojnë si Aulona, megjithatë duket që Birkena ka frikë se çfarë do të mendojë publiku nga jashtë dhe nuk bën asgjë me qëllim të keq apo të paramenduar. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se fjalët e Aulonës janë të vërteta apo ky është thjesht një mendim i saj? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.